Një ngjarje e rëndë dhe tronditëse ka goditur familjen e ish finalistës së Big Brother VIP Kosova 4, Eliona Binakaj. Xhaxha i saj, 38 vjeçari Rasim Binakaj, ka mbetur viktimë e një sulmi me armë zjarri orët e para të mëngjesit të sotëm në Gjakov. Kjo është një tjetër goditje thellësisht e dhimbshme për familjen. Pikërisht, i ndjeri Rasim Binakaj ishte personi që në vitin 2021 njoftoi publikun për aksidentin tragjik në Kroaci, ku Eliona humbi nënën dhe motrën e saj. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, konfirmoi se të shtënat ndodhen rreth orës 5:30 në rrugën Vëllezërit Frashëri. Si pasojë e përleshjes, 2 persona u qelluan me armë zjarri. 38 vjeçari Rasim Binakaj ndroi jetë në vendin e ngjarjes, ku ekipi mjekësor konstatoi vdekjen. Personi i dytë mbeti i plagosur dhe u dërgua menjëherë për trajtim mjekësor. I dyshuari kryesor për këtë ngjarje është Nexhet Zymberaj, pronari i lokalit My Place, ku dhe dyshohet se nisi konflikti me armë. Ai është shpallur në kërkim nga policia e Kosovës, e cila po punon intensivisht për lokalizimin dhe kapjen e tij. Në vendin e krimit janë sekuestruar prova të rëndësishme materiale, përfshirë gëzhoja të armës dhe një mjet të mpret. Prokuroria ka klasifikuar zyrtarisht rastin si një vrasje e rëndë. Nuk dihet se si kjo ngjarje do të vazhdojë, megjithatë, duket se tashmë gjendja e ish banorës së Big Brother nuk është aq e mirë, pasi në këtë kohë kaq të shkurtër ka humbur disa familjar dhe tashmë të gjithë ndjekësit po i qëndronë saj afër në mënyrë që ajo të kalojë këtë periudhë sa më qetë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë ngjarje? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.